folëm për dhatë dhe dhitë dhe për fillimit, po e thamë, nëse në anine të folë veç për delet, dhije që dhithin në familjen e tyne, edhe kur të folëm për njën, jëmë të folë, thuse jëmë të folë për dyjat. Ne këna përmenë edhe po vazhdojmë me përmenë që pe dhane edhe dhive, mujna me marë tamel, mujna me marë mish, mujna me marë lkurat e tyne që i përdorëm për shpija tona nëse kemë nevojë, Allah mos na sprovof kur. Edhe mujna me përdor kimet e tyne që nuk ka shtëpit muslimanëve që nuk i ka pas gati jastakat, po folë për shqiptar. Jastakat e toni kna pas krejt pe leshit delev. Sot mi u fol njerëz dhe thojnë po na flet për çmenduria, po realiteti është kjo vëllai që nuk ban më harru që kena pas shumë hajër pe tyne. Edhe është kjo pe hamdit Allahut azza wa jalla, dhe këto janë, po them nëse këtë tu i harron mos harro që 10 janë pe kurbanëve tonë që mundna me prej kurban për Allahun azza wa jalla. Kjo mjafton për musliman. Ka thënë Allahu azza wa jalla për Musa ibn Imran, Rasulullah Musa alayhi salam. E ka vetë Allahu azza wa jalla, ma tilke bi yaminike ya Musa. Çka është ajo që ki në djatën tonë o Musa? Qal hiya asaya. Kjo është shkopi jam, atawakkau alejha wa hushu biha ala ghanami. Mbështet në anta, shkopi jam është kë, në cilin mbështet na, edhe u shkuni ushqim deleve të mia. Do më ushqim dardha, modha, lisin e shkun, edhe ju ban ushqim deleve të mia. Musa alayhi salam është marrë me dele. Musa alayhi salam është marrë me dele. Dhe të shet dersën e arshëm me lejen Allahut azza wa jalla që nuk ka rasul që së marrë me nam. Dawud alayhi salam, khalife i Allahut në tokë. Ja Dawudu, inna ja'alnaka khalifa. O Dawud alayhi salam, na të kena bë khalife në tokë. Khalife i Allahut në tokë, nga në histori për historinë e Dawud alayhi salam. Thot Allah azza wa jalla kur hi dy njerëz, hi te Dawud alayhi salam, hasmun me zveti, edhe hi te Dawud që Dawud alayhi salam me gjykon mes tyne. Gat që hi hasmum, domethën me zhurmë, unë e them me zhurmë, edhe me krizë më të mëdha, saqë fazi'a minhum është qesu për tyne. I kanë thënë la të khaf, khasman, jena është dy hasm, jena hasmun me zveti, nga hasmeria tyne vëllam. Hasmeria tyne kofa. Hasmeria tyne u kanë, ka thonë ky vëllavi jam i ka 99 dele, e unë e kam veç një. E ky që i ka 99 dele, po ma lyp mu delen e fundit mi adhan, wa azzani fil khitab, edhe po më shtingati me zarmë, po lyp sikur me lyp me zarmë mi adhan delen e fundit. Nga që i ka thonë Dawud alayhi salam, i ka thonë laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Të ka bo zullum kur të ka lyp delen e fundit mi adhan. Ka bo zullum me a lyp delen e fundit. Pse vëllaim? Edhe në pse? Se delja është uj, është ushqim, është roj edhe mloj. Po ta lyp delen e fundit, do me thanë, në popull dhe thënë, po ta lyp kafshatën e fundit me a dhanë. Kjo është zullum. Do se banë insani. Nuk lypet, nuk bjet insani nësi deregje me thanë, ama kafshatën e fundit tanë. Kjo është zullum. Nuk bëhet kjo. Kjo është delja. Kjo është kohë që khalifi Allahut është marrë me kësi probleme, që Allahu mos na sprovoft me fukarallak me arme, më marrë në me këto probleme. Historia tjera që na muslimanët i njohëm, edhe në po kam qef me kujtu muslimanëve, është historia e Ibrahim a.s. Këtë muslimanët i njohën. Ibrahim a.s. ka dash me prej djalin e tina, por Allahun azza wa jalla. Kështu e ka urdhëruar Allah azza wa jalla. Kjo është historina, ka orgatshme neve na s'kem nevojë me menu kurrë për ta. Është sqaruar. E ka urdhëruar Allahu që Ibrahim alayhis salam me prej kurban Ismail. Është interesant vëllazë, thotë falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kur është rrit Ismail alayhis salam, popull thonë kur kanë nismi janë gjithë krahen babës vet, kur kanë nismi minimu babës vet. Është mosha kur prindet e dojnë e vlad shumë këtë moshë. Kur ka nis me janë gjithë krahen babës vet, kur ka nis me urrit, ka nis me shku me ta, me nimu. Në këtë mosh e ka urdhëruar Allahu azza wa jall Ibrahim alayhis salam që me prej kurban Ismail. Edhe ka thonë ja bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madha tara. I ka thonë djalë jam, Allahu po më urdhëron përmes shpalljes që unë me të prej ty. Ka thonë Ismail alayhis salam, ja abati, o baba jam, ana ata që ka po urdhrohesh,
Satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Mu ki më gjet insha Allah pe aty në që bojnë sabër. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kur të dytë ju kanë nënshtruar Allahut edhe kanë vendosur ma që mo prej djali, wa tallahu lil jabin, edhe ka qit Ibrahim alayhi salam e ka qit Ismail në krah, wa nadaynahu edhe knathir. Kur ka qit edhe ka bogati për prerje, thot Allahu azza wa jall, wa nadaynahu edhe knathir atina an ya Ibrahim, iknathir iknathon o Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, dhe që ke qu shpallën që të shtane, ke qu në vend, ke kry amanetin tanë që të është dhanë, gotështi. Wa fedejnahu, bima poshna jetë, wa fedejnahu bidhidakhin adhim, edhe ja këna zavënsu Ismail me një dhidakh adhim, me një dash të madhë. Prerën e vladit e ka zavënsu Allahu me dash. Prerën e vladit e ka zavënsu Allahu me dele, edhe për mua për ty s'do më thonë kur gjë halo delja, nuk e di me çfarë logjike funksionojmë Allahna. Do më thonë ai të më kuptu. Do më thonë ka dash me preje vladin, i ka thonë Allahu azza wa jall, jo këta. Edhe ja ka zëvendësu, ja ka dhënë një dash me preje, do më thonë dele, që na jemi të folë për dele sot. Edhe kjo halo kur gjë s'do më thonë kur gjë për neve. Gjithsesi që kjo është e madhe. Pe kësaj historie muslimant duhet me mësu shumë. Për fund po kam qenë më thonë diçka vëllazni, kam qenë më thonë këto muslimanëve, pe enanëve, domthon pe dhave, thive, lopëve dhe deve, nuk ka diçka si delja që e shfaq nevojën e saj në poroshem. Domthon është ashiqare. Ju kujtohet në fillim kur kena folën dy herë në xhuzën e fundit thot Allahu azza wa jall mata'an lakum wa li an'amikum. Çka toka pe bereqete janë mirësi për juve dhe për enanët e juve. Dhat, edhe dit, në veçanti dhat, veç kujta e dhanë. A dy që shfaqin nevojën e tyne për ushqim, ashiqare, si t'javë qelë zhderën, atë ngasin mas ushqimit, ngasin mas ujt. Për ju thamë dëshka që është e qmendur, e di që është e qmendur, është e jamja, nuk ka të baj, nuk është hadith, nuk është ajet. E jamja, unë e për thamë këto, nësi këshu dhat e lëshojnë i tingull, thojnë dëshka dhat. Që e thonë e dishka, wallahu alem, unë për thamë të është. Që e thonë e tyne është shështo vëllazni. Allah azza wa jall, kër e përmen ujnë, në Kur'an e di që thëtë, uj, në librin Allah, edhe ujnë, përgjësi në gjuhën arabe, di që ka amnin, e njëve, bindja jam, kështë bindja jam, është që dhatë, që ta thonë, uj, That e njohin ushqimin shumë mirë. Edhe that e vlerësojnë ushqimin shumë shumë sa unë edhe ti. That e dhit këtë në amët, këtë krijesat e Allahot. Ama nuk e pas sikur that ti që ta bojnë ashiqare, that kalzojnë ty ashiqare vëllam që ushqimi është i domosdoshëm. Si tja që është derën atë ngasin mas ushqimit, edhe ngasin mas ujt. Ushqimin edhe ujt, edhe ikin për diçkafit. Të trija moj menë se në vinë për dersin e arshëm. Ngasin mas ushimit, mas ujt, edhe ikin për t'i shkafit. Që të trija moj menë. Të në vinë për dersin e arshëm me lejën Allah, azvëgjel, e lusëm Allah, azvëgjel, me në bo për atyne që kuptojmë dinin. Nëse në gabojmë Allah në falët. Edhe nërë po thamë, ato që këmë thonë mirë, është për anës Allah, ato që këmë gabu është për me, për vezveseve, shëjtanën dhe lusëm Allah, azvëgjel, që më në bo për atyne që të me shhajrë.